kur e kem pas një takim me generalin Kudusilamen në Kuks, në muajin shkurt, në fillim të muajit shkurt, edhe kur e kem njoftu si ne synojmë që të fillojmë veprimet tona luftarake nga vija kufitare, fillimisht ka pas një hezitim nga generali, hezitim i arsyeshëm mund të themi, sepse ishte diplomacia, gazetat, implikimi i Shqipërisë në luftë, ishin shumë probleme, edhe generali fillimisht tha që është mirë që të caktohet një pikë takim në mbrëndite të shtetit Kosovës, edhe atë nga mbrendia të sulmohet, por ishte koha kur në dhjetor kishin rënë prit Moj Krasniqi e diku 40 ose 41 ishin vra gjatë kolonës, edhe ne kem gullën që të bojmë një hap në teritorin e Kosovës, kemi zhvillu njësin për luftë, pa në vratë gjithë veta nuk do të kalojnë në teritorin e Shqipërisë, edhe generali Kudusilama pas bisede erdhi në Papaj, i organizum një briefing që e prezentoj Agim Ramadani, edhe vërtet nga ai moment kem pas mbështetjen e tij, edhe një farë forme pa dijen e tij nuk është bë. Sigurisht si ka pas reagime edhe në nivelet më të larta, po ato reagime kanë përfunduar te generalit, te ne s'kan ardhur.